Kevin White thjesht donte të ndihmonte fqinjen e tij të moshuar të pastronte shtëpinë. Ky ishte plani, i thjesht dhe i sinqert. Por ajo që gjeti brenda e la atë plotësisht të tronditur. Dhe para se të kishin kohë ta procesonin, e gjithë shtëpia u përfshi nga flakët. Ndërsa shikonte zjarrin duke gëlltitur vendin, gjithçka që mund të mendonte ishte, kjo nuk mund të jetë realitet. Ai kishte hyrë me qëllimet më të mira, duke menduar se një pastrim i vogël mund ta bënte vendin përsëri të jetueshëm. Ai nuk e kishte idenë se ku po futej. Ajo që gjeti ishte aq shqetësuese, saqë nuk kishte zgjedhje tjetër veç se të thërriste zjarfiksit. Dhe pasi e pan vet, ata ran dakord. Nuk kishte shpëtim për të, duhej ta digjnin të tërën. Dukej si një lëvizje drastive, por siç doli, ishte opsioni i vetëm. Kevin sapo ishte zhvendosur në Redding, Kaliforni, dhe ende po ambientohej kur diçka filloi ta shqetësonte. Çdo natë kur kthehej në rrugicën e tij, ai shihte të njëjtën gjë, fqinjen e tij të ulur në makinë duke ngrënë, her pas here duke e zënë gjumi. Shtëpia e saj ishte pikërisht aty, vetëm pak hapa larg. Nuk kishte kuptim. Pse nuk po hynte brenda? Ju deshën disa ditë për të mbledhur guximin, por përfundimisht ai u afrua dhe e pyeti. Ai thjesht duhej ta dinte. Ajo që ajo i tha do të niste një zinxhir ngjarjesh që ai nuk i priste kurrë dhe për të cilat nuk mund të ishte përgatitur. Emri i saj ishte Ruth Ratliff. Ajo ishte 68 vjeçare dhe ajo po jetonte në makinën e saj. Por Kevin nuk mund ta kuptonte pse. Ajo kishte një shtëpi. A nuk mjaftonte kjo? Pastaj moti filloi të ndryshonte. Netët u bën më të ftohta, vjeshta po afrohej dhe mendimi për të jashtë në temperatura ngrince filloi ta brente. Më theu zemrën, i tha Kevin më vonë një stacion lokal lajmesh. Një grua 68 vjeçare e ulur në makinën e saj duke ngrirë. Kjo thjesht nuk është e drejtë. Ai nuk mund ta ignoronte. Vazhdonte të mendonte. Po si kjo të ishte nëna ime, apo gjyshja ime. Atëherë, vendosi se duhej të ndërhynte. Një mbrëmje, ata filluan të flisnin. Ishte një bisede thjesht, por diçka në të funksionoi. Me kalimin e kohës, ata u njohën me njëri tjetrin. Ruth u hap ngadalë për atë që po kalonte. Shtypia e saj nuk kishte energji elektrike, as ujë të rrjedhshëm, por për Kevinin, kjo ende nuk kishte sens. Ato ishin gjëra që mund të rregulloheshin, duhej të kishte diçka më shumë. Ai nuk donte ta shtynte. Kështu që në vend kësaj, ai vazhdoi të shfaqej ditë pas dite, duke ndihmuar ku mundej, duke dëgjuar, dhe pak nga pak, historia e plot filloi të bashkohej. Doli se Ruth nuk po zgjidhte me dëshirë të jetonte jashtë. E vërteta ishte, ajo nuk mund të jetonte brenda shtëpisë së saj, jo ashtu siç ishte. Por çfarë ishte ajo që e pengonte të hynte brenda? Çfarë po fshihte? Kevin vazhdoi të bënte pyetje me butësi, shpresonte se do të hapej. Ajo nuk tha shumë në fillim, por e la atë të shihte se si e kishte kthyer makinën e saj në një shtëpi të improvisuar. E kishte rregulluar gjithçka siç duhej. Kishte palosur njërin nga stoltat e pasme për të bërë krevat, dhe andje e kishte gjetur mënyra të vogla për të qëndruar e organizuar. Kjo ishte hapësira e saj tani. Çfarëdo që të kishte ndodhur brenda asaj shtëpie, e kishte shtyr plotësisht larg. Ajo nuk bënte asnjë hap brenda, kur Kevin e pyeti nëse mund t'i hidhte një sy rrotulloj. Ishte sikur kishte frikë nga ajo që ai mund të gjente, ose nga ato që do t'i sillte ndërmend. Gjithsesi, Kevin nuk do të dorëzohej. Ai nuk donte ta shihte atë të kalonte një tjetër natë ngrince. Më tepër, makina e saj as nuk punonte. Kështu që tani nuk ishte vetëm e bllokuar të vitonte në autovjetin e saj, por nëse i duhej diçka, duhej të hedhte. Asnjë transport, asnjë nxehtësi, asnjë komoditet. Çdo herë që Kevin dëgjonte më shumë për mënyrën se si po jetonte, kjo e goditte kerndej. Ai e dinte se nuk mund të qëndronte duar kryq dhe në mod bënte asgjë. Duhej të ndihmonte në një mënyrë të caktuar. Por pastaj një ditë, Ruth në fund ndai diçka që e shpjegonte të gjithën. Ishte zemërthyese dhe më e rëndë se sa e kishte menduar. Ata ishin ulur jashtë. Ruth ishte në karrigen e saj të palosur duke dëgjuar ndërsa Kevin fliste për jetën e kujtimet e tij, dhe ajo qëndronte e qetë duke i thithur ato. Pastaj, me një zë të butë, as në përshpërim, ajo tha diçka që e la pa fjalë. Shtëpia ime është një rrëmuj, tha Ruth, sepse shoku im më i mirë vdiq dhe unë humba mendjen. Kevin u ngri. Tani gjithçka kishte kuptim. Ruth kishte humbur burrin e saj disa vite më parë.
Dhimbja ishte aq e thellë, aq e dërmuese sa që mori përsipër gjithçka. Ajo nuk kishte humbur vetëm atë, ajo kishte humbur veten, dhe shtëpia që dikur e ndanin u bë një vend që ajo nuk mund ta përpallonte më. Gjithsesi, Kevin e dinte se duhej të ndihmonte. Ai filloi të planifikonte çfarë të bënte gjatë ditëve të ardhshme. Por para se të gjithash, ai duhej të vazhdonte të ndërtonte besimin me Ruthin. Ajo nuk do ta lente brenda ende, por tani atë paktën ai kishte një ide. Ajo e kishte quajtur shtëpinë një vend mbetjesh, por kjo nuk mund të ishte e gjithë historia, apo jo? Një shtëpi mund të pastrohej, por mënyra se si Ruth shmangej edhe duke e parë atë, i tregonte se diçka më e thellë po ndodhte. Kevin filloi të kuptonte se shtëpia e saj nuk ishte thjesht një vend, ishte e lidhur me një kohë në jetën e saj, kur ajo ende kishte familjen e saj. Por përsëri nuk i dukej e drejtë që ajo po zgjidhte të jetonte jashtë në të ftoft. Ajo edhe gatuante jashtë, duke përdorur një djegës të vogël. Ajo që ai nuk e kuptonte ende, ishte se qëndrimi jashtë ajo nlonte më pak se sa hyrja përsëri brenda shtëpisë. Një pasdite, Kevin erdhi në shtëpi dhe e pa Ruth të përkulur duke përpjekur të rregullonte diçka në makinën e saj, duke e mërzitur. Teksa ai po afrohej, u bë e qartë se ajo po thyhej shpirtërisht. Mjekra e dërditej, dhe pastaj lotët rollën shpejt, zbritën në faqet e saj si një përmbytje. Kur pa Kevinin, ajo u zgjat drejt tij, e dëshpëruar. Ajo kishte nevojë për ndihmë. Ajo po kërkonte një foto të prindërve të saj, një foto që nuk e ngjente dhe kishte frikë se po fillonte të harronte fytyrat e tyre. Ky mendim e trondinte më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo u kap në shpatullat e Kevinit kur fliste, por pa pritur u ngri. Fytyra e saj ishte plot panik. Duke dërthitur, ajo ngriti dorën ngadalë dhe tregoi. Pastaj tha 3 fjalë që do të mbeteshin për Kevin përgjithmonë. Në shtëpi. Kevin u lakundi. Çfarë ka në shtëpi? E pyeti ai konfuzuar. Por pikërisht atëherë ai e kuptoi. Ajo po e kërkonte të hynte brenda dhe të gjente foton për të. Ai nuk e kuptonte atëherë, por sapo të kalonte atë derë, nuk do të ishte më e njëjtë. Teksa Kevin hyri në shtëpinë e Ruthit për herë të parë, era e goditi rënd. Aq shumë sa gati e rrëmbeu i mbrapsht. Çdo dhomë ishte e mbushur me mbetje dhe fëllikështir. Jap se shtëpia ime është kështu, tha Ruth butësisht. Por edhe atëherë, ajo nuk po i tregonte gjithçka. Teksa Kevin shikonte rrotulloj, filloi të kuptonte se sa shumë kishte luftuar ajo. Muret ishin të njurur me papastërti, qeset e mbetjeve të grumbulluara lart sa më tepër se në tavan. Vendi nuk ishte thjesht një rrëmuj, ishte e pushtuar. Kevin e dinte në atë moment se kjo ishte tepër e rëndë për të përpalluar nga një person i vetëm. Kështu që ai mori një vendim, i duhej të billte ndihmë. Mbetjet e kishin nxjerrë Ruthin plotësisht nga shtëpia e saj, teksa Kevin ecte në për çdo dhomë, vështirë mund t'i besonte syve për atë që po shihte. A është ajo një grumbulluese patologjike, pyeste veten. Por sa më shumë shikonte, aq më të qarta bëheshin gjërat. Nuk ishin thjesht rrëmuje rastësishme. Ruth si dukeje pa mundur ta linte asnjë gjë të shkonte. Grumbullimi kishte marrë çeqimetrin e hapësirës, duke e bërë të pa mundur të jetonte brenda. Gjithsesi, kjo nuk e shpjegonte asgjë. Nëse ajo kishte një problem grumbullimi, madje mund të kishte nevojë për ndihmë profesionale, madje edhe kujdes mjekësor. Ai e dinte se nuk mund të fillonte thjesht duke hedhur gjërat. Nëse këto sende kishin vërtet vlerë për Ruth, pastrimi në mënyrën e gabuar mund të bënte më shumë dëm se sa mirë. Teksa Kevin vazhdoi të shikonte rrotulloj, diçka e çuditshme i kapi syri. I dukej si një raft i vjetër metalik, i ndryshkur dhe i shtrembuar, por diçka dukej jashtë vendit. Ai u afrua dhe vuri re një hapësirë të vogël pas tij. Kurioz, ai kapi raftin dhe e torqi. Zhvendos. Pastaj, pa pritur, lëvizi plotësisht anasht e zbuloi një dhomë të fshehtë pas tij. Kevin u ngri. Çfarë është kjo? A kjo ishte arsyeja pse Ruth ishte aq mbrojtësisht e ndra shtëpisë së saj? Dhoma ishte e zezë si katrani. Kevin ndjeu gjoksin të shtrëngohej. Zemra po rrihte fort, ndërsa e nxori telefonin për të bërë dritë. Kur hyri brenda, rezja e dritës çau pluhurin. Dukej sikur kjo dhomë nuk ishte prekur prej vitesh. Gjithçka ishte e mbushur me një shtresë të thellë pluhuri, por krahasuar me rreshtin e shtëpisë, kjo dhomë dihej e paprekur, e ruajtur. Ishte e mbushur me kujtime të vogla dhe sende të një kohe tjetër në jetën e Ruthit. Ishte e qartë se kjo dhomë kishte vlerë për të, mbase ishte gjithçka për të. Teksa Kevin vëshkonte, ai vuri re foto familjare, imazhe të mbushura me gëzim. Por pastaj, diçka tjetër i kapi syrin.
dhe ajo që pa më pas do të bënte të ndaloj dhe të vinte në dyshim gjithçka që mendonte se dinte për Ruth. Tani ai e kuptoi. Kjo dhomi përkiste qartësisht një fëmijë, por Ruth nuk përmender kur se kishte fëmijë apo ndonjë familje tjetër. Kështu që kush ishte ai fëmijë dhe ku ishin ata tani? Kevin e dinte se duhej ta pyeste. Diçka këtu nuk po përputhej. Ai doli nga dhoma e fshehtë dhe vazhdoi nëpër shtëpi, ende po procesonte të gjithën. Çdo derë që hapte zbulonte më shumë pirgje, më shumë rremuj. Kishte pjesë të vogla të kaluarës së Ruthit, që tregonin se kush ishte ajo dikur. Shandadhën të vjetër, një çajnik stil vintage, pirgje me revista dhe gazeta të zbehura. Ajo kishte mbajtur qeqimetrin. Pastaj, përmes rremujës, diçka i tërhoqi vëmendjen. Ai u përkul për të shikuar më mirë dhe u ngri. Aty ishte, krejtësisht e zbuluar. Në atë që dukej si dhoma e gjumit të Ruthit, e futur në cepin e një dollapi të vjetër, ishte fotoja që ajo kishte kërkuar me aq dëshpërim. Ajo e prindërve të saj. Ishte e zbehtë dhe e dëmtuar nga vitet, por përsëri, fytyrat e tyre shkëlqenin, të ngrohta dhe të buzëqeshura. Mund të shihej dashurinë e nënës së saj në sytë e saj dhe mirësinë e heshtur të babait të saj në buzëqeshjen e tij. Kevin e mbajti foton për një moment, duke menduar: si erdhi puna deri këtu? Por aq e keqe sa ishte rrëmuja, ai po fillonte të kuptonte se kjo ishte vetëm sipërfaqja. Era ishte e pamundur të ignorojë. Ajo ngjitej pas çdo gjëje. Kevin mbuloi hundën, por nuk ndihmoi. Shtëpia kishte ushqim të kalbur, qese mbeturinash të grumbulluara në çdo cep, dhe gjëra që askush nuk i kishte prekur prej vitesh. Ai hapi derë pas dere, por ishte e njëjta gjë. Ruth kishte nevojë për ndihmë serioze dhe ai nuk do t'i kthente shpinën. Si mund ta gjykonte atë? Dhimbja dhe stresi mund të thyejnë këdo. Ajo kishte kaluar aq shumë. Tani më shumë se kurrë, ai duhej të fliste me të. Ai u kthye për t'u larguar dhe për të gjetur Ruthin, por pikërisht kur u rrotullua, diçka e ndaloi. Një njoll e errët e çuditshme në mur. Ai u afrua. Sa më shumë afrohej, aq më e qartë bëhej. Myku i zi, i trash, duke u përhapur dhe i rrezikshëm. A ishte kjo ajo që Ruth kishte shmangur gjatë gjithë kohës? Mbase ajo e dinte, mbase kjo ishte arsyeja e vërtet pse kishte qëndruar jashtë. Kevin ndjeu një val lehtësimi. Të paktën tani kishte një plan të vërtet, të pastronte shtëpinë, të hiqte mykun, ta bënte vendin të sigurt përsëri. Ai ishte gati të ndihmonte. Gjithçka që duhej të bënte ishte të fliste me Ruthin. Por ajo që ai nuk dinte ende, ishte se kjo nuk ishte hera e parë që ajo paralajmërohej për shtëpinë e saj toksike. Myku i zi shpesh quhet myk toksik, jo sepse vetë myku është helmues, por sepse sporet që ai fshon mund të jenë të rrezikshme për njeriun dhe kafshët. Përsëri, Kevin nuk ishte plotësisht i sigurt se çfarë lloj myku ishte ky. Për të qenë të sigurt, duhej të thërriste një profesionist. Thellë brenda tij kishte një ndjenjë se ky ishte lloji i dëmshëm, por një pjesë e tij ende shpresonte se nuk ishte. Ai u afrua më shumë për të parë më mirë dhe sigurisht ishte aq keq sa i trembej. Sporet ishin kudo. Kevin dinte dy gjëra me njëherë. Duhej të fliste me Ruthin dhe duhej të dilte nga ajo shtëpi shpejt. Ai vrapoi drejt derës së përparme, e shtyru atë dhe mori frym thellë në ajër të pastër. Ndjeu marramendje dhe përzierje. Sa kohë duhet për të shfaqur simptomat? Pyeti veten, duke u ndjerë tashmë të shqetësuar. Teksa doli jashtë shtëpisë, Ruth ngriti syt dhe i menjëherë vuri re dy gjëra: foton e vjetër që ai mbante në dorë dhe tronditjen e shkruar në fytyrën e tij. Pa hezitim, ajo u ngrit dhe përqafoi fort, duke përshpëritur: "Faleminderit." Përsëri dhe përsëri. "Ruth, më vjen keq po të them këtë," tha Kevin me butësi, "por mendoj se shtëpia jote është plot me myk të zi. Duhet të thërrisim profesionistët." Ruth nuk lëvizi. Ajo e shikonte sikur sekreti i saj më i madh sapo ishte thënë me zë të lartë. Gjithçka që ajo tha ishte: "E di." Pastaj ajo u kthye qetësisht në karrigen e saj dhe ul. Kevin mendoi se kjo ishte e çuditshme, por nuk insistoi. Për momentin, myku ishte prioriteti numër 1. Ai thërriti një kompani lokale për pastrimin e mykut dhe jo më shumë më vonë, një ekip erdhi me kostume speciale mbrojtëse. Njëri prej tyre e pyeti Kevinin se si dukej situata mbrënda.
Ai heshti për një sekond, duke kuptuar se sa e vështirë duhet të ishte kjo për Ruthin. Por ai dinte se kjo duhet të bëhej, ishte për sigurinë e saj. Sa po hynë brenda, ekipi filloi punën. Ata filluan të hiqnin tapetin e vjetër të murit, dhe ajo që gjetën poshtë ishte shokuese. Njolla gjigande myku të zi të trashë të ngjitura në mure. Ishte më e keqe sa i hamanconte kushdo. Kevin kaloi me kujdes në përdhomat përsëri, duke lëvizur rreth pirgave të rrëmujës. Vazhdonte të mendonte. Ajo meriton një fillim të ri, një shtëpi të pastër, një shans për të marrë frymë përsëri. Por pikërisht kur gjërat po lëviznin në drejtimin e duhur, njëri prej punëtorëve e thërriti anash dhe i tha diçka që e la Kevinin pa fjalë. Zemra i kërceu në fyt. Tani çfarë? Çfarë tjetër mund të jetë gabim? Ekspertët i thonë Kevinit se ky ishte rasti më i keq i mykut që kishin parë. Ata e kërkuan insistim që të dilte nga ajo shtëpi menjëherë. Sporet në ajër ishin duke shtuar shpejt, duke vënë atë në rrezik serioz. Ndërsa vazhdonin inspektimin, ata filluan të hapnin muret. Aty zbuluan se myku kishte përhapur shumë përtej asaj që prisnin. Nuk ishte vetëm në sipërfaqe, kishte arritur thellë në strukturën e shtëpisë. Në atë pikë, shtëpia nuk mund të shpëtohej. Ekipi i shtigoi Kevinit shkallën e plot të dëmit. Pastaj, të dy shikuan drejt Ruthit. Ajo nuk kishte sigurim për asgjë që lidhej me mykun. Dhe tani, opsioni vetëm që mbetur ishte të kontaktonin zjarfiksit për të shihni se çfarë do të bëhej më pas. Myku nuk ishte i rrezikshëm vetëm për të. Ishte aq agresiv sa që kishte rrezik real të përhapjes në shtëpitë afërnash. Kevin, ende i tronditur, vendosi të mendonte dhomën e fshehtë të gjumit. Por Ruth menjëherë ndaloi, duke anashkaluar pyetjen pa një fjalë. Ai mund ta shikonte se nuk ishte e gatshme. Shpejt erdhën zjarfiksit. Nuk ju don shumë kohë për të vlerësuar situatën. Kjo nuk ishte mision shpëtimi. Ata kishin urdhra të qartë. Shtëpia duhej të digjej. Në raste të rënda si kjo, ndonjëherë kjo është vetmja mënyrë për të hequr plotësisht mykun toksik dhe për t'i mbajtur të tjerët të sigurt. Zjarfiksi i ofroi Ruthit një shans të fundit për të hyrë brenda dhe të merrte diçka të rëndësishme. Por me Kevinin në anën e saj, ajo nuk kishte nevojë. Fotoja, gjëja e vetme që ajo donte me të vërtetë, ishte tashmë e sigurt në duart e saj. Ekipi pastroi zonën dhe filloi djegjen e kontrolluar. Flakët u ngritën lart, duke ndriçuar qiellin dhe larguar të ftohtin rreth tyre. Por pastaj, Kevin kujtoi diçka të rëndësishme, diçka që kishte anashkaluar në të gjitha të kaos. Tymi rrotulloi në ajër, duke e kthyer qiellin në një gri të turbulluar. Zjarfiksit punonin qetësisht, duke menaxhuar flakët, dhe ndërsa Ruth qëndronte aty pranë, duke parë qetësisht gjithçka që kishte njohur të zhdukej në flake, edhe Kevin qëndroi në heshtje. Për një moment, teksa shtëpia po shkrumbohej, ndjeu një paqe të çuditshme, por kjo nuk zgjati. Teksa zjarri u shua dhe ekipet filluan të paketonin gjërat, e vërteta e goditi Kevinin si një val. Çfarë kam bërë, thoshte ai mendvete. Ruth kishte humbur gjithçka. Gjëja që ai ishte përpjekur të parandalonte, që ajo të ishte e pastrehur, ishte saktësisht ajo që kishte ndodhur. Ai u pushtua nga faji. Nuk kishte kështu si duhej të përfundonte. Nuk mund ta linte të kthehej jetonte në atë makinë. Jo tani, asnjëherë më. Dhe pikërisht atëherë, ai dinte se kishte nevojë për ndihmë. Dhe e dinte saktësisht ku duhej të shkonte. Kevin shpejt mblodhi fqinjet dhe ju tregoi gjithçka për situatën e Ruthit. Ai hapi edhe një faqe Facebooku ndaj historinë e plot të asaj që kishte ndodhur me shtëpinë e saj. Bashkë me këtë, ai shtoi një link për një faqe GoFundMe për të mbledhur mbështetjer, dhe jo më shumë më vonë, donacionet filluan të vërshonin. Teksa Ruth shikonte të gjithë këtë duke u zhvilluar, diçka ndryshoi tek ajo. Ndjeu sikur po kthehej sadaku në jetë. Njerëzit rreth saj, shumica prej tyre të huaj, po i jepnin diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, dinjitetin. Ruth është një person aq i shkëlqyer dhe i mirë, tha një fqinj. Nuk e kishim idenë se jetonte në makinë, thjesht duhej ta ndihmonim. Ajo shtëpi kishte qenë e saj për 25 vjet. Për pjesën më të madhe të asaj kohe, ajo kishte jetuar aty, por gjatë viteve të fundit, ajo nuk kishte shkelur fare mbrenda. Do të merr kohë, tha Kevin, por të paktën tani jemi të gjithë duke punuar bashkë për të ndihmuar Ruthin të ngrihet në këmbë. Për momentin,
Kevin bëri vend në shtëpinë e tij për Ruthin dhe qenin e saj të vogël. Ajo u zhvendos me një mirënjohje të heshtur, falemderuese që kishte një vend të ngrohtë dhe të sigurt përsëri. Pastaj ndodhi diçka e pabesueshme, diçka që do të ndryshonte gjithçka. Një grup jo fitim hasi historinë e Ruthit në Facebook. Ata u prekën shumë dhe vendosën ta vizitonin personalisht. Kur erdhën, i treguan Ruthit dhe Kevinit për një program që drejtonin për të mëshuar në nevojë, një program që siguronte strehim dhe kujdes afatgjat. Ata kishin disa shtëpi pensione në ajon dhe donin t'i ofronin Ruthit një vend për të qëndruar falas për aq kohë sa ajo të kishte nevojë. Ruth dhe Kevin u gëzuan pa mas, por edhe heshtën për një moment. Lidhja që kishin ndërtuar ishte e fortë dhe mendimi për t'u ndarë nuk ishte i lehtë. Fatkeqësisht, njëra prej shtëpive ishte më pak se 10 milje nga shtëpia e Kevinit, mjaftueshëm afër për vizita të rregullta. Teksa donacionet vazhdonin të vinin në GoFundMe, Kevin vendosi se ishte koha për ta mbyllur atë. Ai bëri një përditësim final duke u treguar të gjithëve për dhuratën bujare të organizatës jo fitim dhe anoncoi se të gjitha kontributet do të ktheheshin mbrapsht. Por pikërisht kur mendonte se gjërat nuk mund të bëheshin më mirë, një surprizë e fundit po e priste. Dhe tani, gjithçka që mund të bënte ishte të buzëqeshte. Ruth filloi javën e saj në shtëpinë e pensionit dhe ishte e qartë, ajo nuk mund të ishte më e lumtur. Ishte e rrethuar nga infermiere të kujdesshme dhe për herë të parë në një kohë të gjatë, filloi të hapej me gratë e tjera që jetonin atje. Jeta më në fund filloi të ndjehej normale përsëri, por kishte ende një gjë që i kishte mbetur me mendje Kevinit: misteri i dhomës së fshehur të gjumit. Një pasdite, Ruth më në fund i tregoi të gjithën. Ajo dhomë kishte qenë e saj dikur, kur ajo ishte thjesht një vajzë e vogël. Pasi prindrit e saj vdiqën, ajo u kthye në shtëpi dhe filloi të ndërtonte një jetë të saj aty, por nuk ishte në gjendje të kishte kur fëmijë. Ajo dhomë gjumi, aq plot me shpresë dhe kujtime, u bë një kujtesë e dhimbshme për atë që kishte humbur, kështu që një ditë ajo e mbylli derën dhe nuk e hapi më kurrë. Ishte mënyra e saj për të mbuluar plagën. Tani i fal Kevinit, ajo nuk kishte më nevojë ta mbante atë dhimbje. Mund ta linte të shkonte dhe të shikonte përpara. Kevin përfundoi duke adoptuar qenin e vogël të Ruthit dhe e sillte me vete sa herë që e vizitonte. Çdo herë që ai hynte me qenin, buzëqeshja e Ruthit ndriçonte të gjithë dhomën. Ky burr, me asgjë më shumë se mirësinë në zemër, kishte ndihmuar në ndryshimin e jetës së saj dhe komuniteti e vurire. Shpejt, u përhap lajmi për fillimin e ri të Ruthit dhe njerëzit filluan të pyesin: çfarë duhet të bëjmë me të gjitha paratë që mblodhëm? Përgjigja erdhi shpejt, ato ishin për Kevinin. Ai ishte personi që pa dikën në nevojë dhe nuk e ktheu kokën anash. Pa të, kush e di se çfarë mund të kishte ndodhur. Në një mbledhje të komunitetit, Kevinit ju dorëzuan paratë. Ruth qëndronte pranë tij, duke buzëqeshur deri në vesh, prenare dhe e lumtur. Ajo që filloi si dy të huaj që ndihmonin njëri tjetrin, ishte rritur në diçka shumë më të madhe, një miqësi që ndjehej më shumë se familje, dhe akoma më shumë se aq, historia e tyre kishte bashkuar një komunitet të tërë. Nëse kjo histori ju preku, pëlqejeni, shpërndajeni dhe abonohuni për të mbështetur më shumë histori që sjellin shpresë, mirësi dhe njerëz të vërtet bashk. Kur nuk i dini se kush mund të ketë nevojë për një kujtesë, se një pak dëmshuri mund të ndryshojë gjithçka.